Komisioni Qendror I Zgjedhjeve ka nisur tashmë fazën përgatitore të procesit zgjedhor, duke u angazhuar në trajtimin e të gjitha çështjeve fillestare dhe urgjente që lidhen me organizimin e zgjedhjeve të parakohshme dhe të cilat do të miratohen në mbledhjen e parë pas vendimit për caktimin e datës së zgjedhjeve. Këto përgatitje përfshin planifikimin e aktiviteteve zgjedhore, përcaktimin paraprak të afateve kohore, planifikimin e buxhetit si dhe koordinimin me institucionet të ndryshme. Pasi këto janë zgjedhje të parakohshme, sipas ligjit për zgjedhjet e përgjithshme, organizimi I tyre bëhet me afate të shkurtra kohore dhe një nga vendimet e para të KSZ-s për këtë proces zgjedhor do të jetë pikërisht ndryshimi I afateve kohore të aktiviteteve zgjedhore apo përshtatja e tyre sipas nevojës në pajtim me rrethanat dhe kohën në dispozicion të KSZ-s. Të gjitha afatet e aktiviteteve zgjedhore që kanë të bëjnë me votuesit, subjektet politike dhe vëzhguesit do të zhvillohen brenda një kohe të shkurtër dhe në këtë drejtim KSZ do të përcaktojë afatin për partitë politike për të formuar koalicione dhe deklaruar mospjesëmarrjen në zgjedhje, pastaj afatin për subjektet politike për të certifikuar e për të dorëzuar listën e kandidatëve për deputet dhe periudhën e fushatës zgjedhore. Po ashtu KSZ cakton edhe kohën për regjistrimin e votuesve jashtë Kosovës, votimin përmes postës dhe në përfaqësi diplomatike, si dhe regjistrimin e votuesve nevoja të veçanta. Pjesë e këtij plani është edhe vendosja e afateve për akreditimin e vëzhguesve dhe mediave. Meqense këto janë zgjedhje të parakohshme, periudha e fushatës zgjedhore është më e shkurtër në krahasim me zgjedhjet e rregullta, për shkak do të thotë të afateve të kufizuara kohore. Në zgjedhjet e fundit të parakohshme, fushata zgjedhore ka zgjatur 11 ditë shtator, ndërkaq për zgjedhjet e radhës, KSZ do të përcaktojë kohëzgjatin e saj në përputhje me afatin e përgjithshëm kohor që do të jetë në dispozicion të KSZ-s për organizimin e të gjithë procesit zgjedhor.